pa hamendje, pa rezerva, pa komplekse, thuje publikisht, Allahu është Zoti jam. Me gjuhën tënde, me veprat e tua, me sjelljen tënde, me gjitha thuj kush është Zoti yt. Kallëzoj njerëzve të cilin pejgamberin njeh ti. Kallëzoj jo. Që kjo është identiteti jon, jo vetëm karta e identitetit kur kallëzon emrin mbi emrin, jo. Kallëzo kartën e identitetit të besimit tën, moralit tën, sjelljes tënde. Prandaj Allahu xhallahu ala kur e përmend veprimet e parësishme të besimtarit, nuk i lidh me arsyen, edhe nuk i lidh me paramendimin, po lidh me gafletin, ka gabu, s'ka menu mirë. Nga se s'parmenohet me paramendim, me arsyet të shëndoshët, të pastër, me bu gjuna. Këto se bën besimtarët. Nuk e bën. Andaj ka Ibn Xhauzi rahimullah, po të mos është arsyetim me gaflet dhe dominim të rrethonave të caktuara si epshi e nefsi e shejtani, nuk do të gjeni arsye për mëkat përse dalës nga feja. Nëse çush ti bën gjuna beson, ama kur të kemi gafletin, e kemi rrethonën, e kemi joshit e këtu pastaj e zbutin gjykimin. Pse Allahu i ka pranuar si arsye ato. Ama vetë çështë besimtari bën. Ndryshe, sare vepron arsyeshëm, ai vepron në përputhje me argumentet e shpallës të besimit, nga se na krejt kemi për Allahun te barekuta. Domethënë antumul fuqara'u ila Allah. Ju jeni të varfër. Ti kur nuk pasurohesh, ti kur nuk pavarësohesh nga Allahu xhallahu ala, nga se ajo është gjithë samet. E përse ajo është samet, ti je abd, ti je rabi Allahu xhallahu ala, që keni për Allahun te barekuta.